Pikniku tradicional I komunitetit shqiptar në Waterbury. Jemi zakonisht krenar dhe mirënjohës që mund të ndaj me ju se patëm mbi 700 pjesëmarrës në një rekord I ri për komunitetin ton në Waterbury, në Connecticut, që nga fillimi I ditës parku u mbush me qeshura fëmijësh për qafime mes familjesh dhe miqësi të reja që u krijuan, fëmijët u kënaqën me shfaqjet magjike, piktura në fytyrë, lojra sportive dhe morën pjesë dhe dhurata për Bajramin, thuhet në njoftimin e qendrës islamike në Waterbury. Momente si ky na kujtojnë se ky komunitet është kaq I veçantë, I rrënjosur në besim, familje dhe unitet. Ky aktivitet nuk ishte thjesht një piknik, ishte festimi asaj që jemi dhe drejtimi ku po shkojmë së bashku. Një falënderim nga zemra për Aziza dhe Besi që udhëhoqën organizimin me përkushtime dashuri. Gjithashtu të falenderojmë sinqerisht vullnetarët e mrekullueshëm që kanë bërë këtë ngjarje të suksesshme, Fari Bekiri, Lindita Shabani, Luzim Sulejmani, Ardita Avdiu, Qenan Abdullahi, Luzim Krasniqi, Flori Marevsi dhe Eliza Sulejmani.